dojnë marionet. Prandaj dhe vetëm ofendon, prandaj dhe vetëm trillon dhe vetëm shpik kundër nesh. Ne, ky shesh e ka tregu që ky popull e ka vrarë përfundimisht frikën dhe ky nuk I tutet më kërkujt. Ky popull ka dalë këtu për ta demokratizuar dhe të matrizuar këtë vend. Dhe ky popull do arrijë që dorëheqje. Na ishte shqetësuar Rama se kishin ardhur shqiptarët nga anë mban botës dhe kryesisht ishte shqetësuar se kishin ardhur shqiptarët e Maqedonisë dhe shqiptarët e Kosovës këtu. Po ai duhet ta di që siç u mblodhën në lidhjen e Prizrenit, shqiptarët e 5 vilajeteve, në Tiranë timisht të 6-ën, do mbjellën shqiptarët e 5 kontinenteve që ta ndalojnë tradhti kombëtare të ditën e tyre. Ju arzi fundi! Ju arzi fundi! Faleminderit! Duhet ju themi se ti shkëorganizohemi këtu me 27 shqiptarë do marë, I bëm thirrën 100 shqiptarëve, kudo që janë, që ditën e shtunë do jenë përsëri shesh. Nga Korrisponi deri në Mosh, e gjithë Shqipëria do jetë këtu. Dorëheqje! Përshëndetje të gjithëve. Arsye sepse doja të flisja sot është të bëj një propozim. Ajo që gjithëve ne na bashkon këtu sot është tërheqja e Ramës. Dikush tjetër për grupin që do na përfaqësoj apo për pikat që duhet propozojnë për qeverinë e re mund mos jetë dakord. Prandaj unë do kisha një propozim. Ne të dalim vetëm me një pikë zyrtare. Unë do propozoja që të dalim vetëm me një kërkesë zyrtare, që është tërheqja e Ramës. Në këtë mënyrë sigurojmë bashkimin e gjithëve neve për një qëllim të vetëm, largimin e Ramës. Pikat e tjera që sugjerime që mund të kenë grupe të tjera, organizime apo individ. Rama Kurperi Shapur! Rama Kurperi Shapur! Rama Kurperi Shapur! Rama Kurperi Shapur! Pikat e tjera, sugjerime që kemi për strukturën e qeverisë së re, mund t'i diskutojnë 3 ditë pasi Rama të dhënë njoftimin për tërheqje. Në këtë mënyrë, ndërtohen mbi baza demokratike, ku secilit i jepet mundësia të japë mendimin e tij për si do të qeverisën, bëhet një diskutim publik prej 1, 2, 3 ditë sa të janë nevojshme që të gjithë kanë nevojë të kenë mundësi të prezantojnë mendimin e tyre dhe vendosim si të vazhdojmë për qeverinë e re. Pra, ajo që ne duhet bashkojmë forcat, mendimin dhe zërin është vetëm një, tërheqje. Kjo është pika jonë zyrtare. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, unë nga diaspora, por kjo popullima më bëri që më kujtuat Sallake. Zoti është me ne. Mos vërreto moj fortun, po përgosur që në mund, edhe unë ashtu si ti, prak në zjarit ka në gjithë, kur atë unë të retë të e pranga dhe në jetë. Pjesa,
ti o bie e mbar, besa jam shqiptar, se Shqipëria më ka një fjalë, do ta bie e më ke marrë. Dai ti o Moideu, jam sërit së në meru, vetën time se morit, se kështu e kam përfis. Ju përshëndeti gjithë të rinjë të reja, të gjithë juve që sakrifikoni para do fitojëm Napoleon, do fitojëm Napoleon. Gjazomik, asnis në vizë nga Shezhi. Shiu është litar, asnis në vizë nga Shezhi. E të meshme, shive. Asnis në vizë, asnis. Franca, Gjermania, të përshëndesim. Urdo, qes. Si me protesta. Urdo. Do t'i bëjmë prapë që të dje, e në qëmë se gjithë protest do pësohet, zoti mos e bët, ne do vazhdojmë me të gjitha forcat tona, me të gjithë aleatët tanë, për të bërë një shtet të vërtet demokratik në Shqipëri. Mos lejoni riciklim tranzicion, mos lejoni të rënjesin aty një e lejnë në një do të ishë. I ka zhurkuar të mërita në amizartisë për të ty. Prezë dhe jonë jeti tjetë, mos u pëni dhe ju kështu. Sukses. Faleminderit. Shpesh nga thonë se nuk ju bashkohen shumë intelektual, sepse intelektualet që na bashkohen ne, duhet flasin edhe në shi. Kemi këtu një soprano që ka ardhur direkt nga Portoja për të marrë fjalën. Përshëndetje! Bravo Shqipëria! Unë quhem Mariona Barbuta Melani. Jam soprano mjeka në Bordeaux të Francës. Në marrë në përbëndin sot. Por në në do, jam edhe stërmesa e Astaf Melanit. Priski që ju prejtojnë në greko, se se foli shqip, se se fa, ju më shikoni, prisk, por unë jam e do të mbetëm shqiptar. Unë jam këtu, edhe për grupin e ti që prehet në përmet, pa kokë, se se koka përfundoj në Greqi. Jam këtu, se se më përthun, prej 26.000 nga toka ime. Jam këtu për të thënë, Edi Rama, e ti që në akademi bashkë, njësa me mirë, ti një intelektualët, ti që fliste të kur, mos u vishtë si Lenka Quku, një përfunduar, në kejtë e koktume të Lenka Quku.
gjatë, dalë hoqe. Shqipëria e lirë duhet jetë mbi gjitha, Shqipëria e lirë, ndaj, Shqipëria e lirë. 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 Në këtë ditë që ju mendoj se fjalimet e tepërta janë pa nevojshme, ndaj le të këndojmë bashkë, le të qëndrojmë bashkë, nuk ka më fjalime për sot, mos harroni se për ditë, nesër do jemi më shumë, veç shumë, nesër më shumë. Shumë të qarmi, nesër më shumë. 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 Edhe njëherë një thonë qytetarët në gjithë Shqipërinë që ditën e shtunë duhet jemi gjithë bashkë që të arcojmë të maskara. Lama, fuck you! Fuck you! Lama, Istanbul! Hajde këndoni vetë, Roma, Burper, Istanbul! Mos harroni dhe të mbillni vlerat, ju lutem. Jeni djesht akëndshëm, askush nuk e ka besuar që të jemi kaq shumë ndëshiu. Mos harroni nesër më shumë, merri një shok që një afër me vete, le ta dy fishojmë numrin, le ta tre fishojmë numrin, kemi këtu, derisa ai mos jetë tu. Nesër më shumë. Nesër më shumë. Nesër më shumë. Ai, ta mbyll me ju, ta mbyll me ju. Deu te.